artiste e lindur që kur ja themi emrin na kujtohet kontributi i madh që Vlora Nikçi jep për artin shqiptar. Ani pse jeton dhe vepron në Amerikën e Largët, gjatë kësaj jave ajo erdhi në Prishtinë për ta promovuar librin e saj të dytë, të titulluar Bekime dhe Mallkime. Të pranishëm pati familjar, miq dhe dashamir të Vlorës, ku dhan atmosferë të bukur. Nuk ka munguar një fjalë rasti nga zotëria Hajrullah Çeku, ministër i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Jam shumë i lumtur që aktiviteti kulturor në vendin tonë tashmë shtrihet në gjithë vitin, pra nga fillimi i vitit. Jemi kështu plot gjithë bashk për ta kremtuar më të mirën, më të bukurën tonë bashkarisht dhe do të vazhdojmë edhe kështu matutje. Kështu që unë të e di që gjithë jemi të prit diskutimin në panel, nuk po e zgjas, po e falenderoj për këtë mundësi dhe takohemi në ngjarjet e tjera për gëzime dhe ndërmjet. Pjesë e panelit ishin shkrimtarja Rita Petro dhe studiuesi Sali Bytyqi. Si thot Lazmushi, libër të përkryer nuk ka, por promovimi është pjesë e librit. Prandaj në festa fliten vetëm fjalë të mira, fjalë miradije, fjalë për kraje që autori, në këtë rast autoria, të vazhdoj edhe më tej në punën e saj fisnike, në cilën tani më e ka sprovuar veten dhe është treguar e suksesshme. Puna që ka bërë autoria zakonisht bëhet nga njerëzit e instituteve shkencore, të cilët edhe përgatiten gjatë studimeve për të marrë me punë të tilla, por që edhe pastaj për punë të tilla paguhen dhe jo pak. Vlora gjithë këtë punë e ka bërë vetëm nga dashuria për etninë e saj për ne shqiptarët. Bekimet dhe mallkimet shprehen dy anë të kundërta të njësisë së jetës, që shënjojnë kompleksitetin e të jetuarit të njerëzit në këtë botë të së mirës dhe të së keqes. Në fund të librit, autoria ka dhënë edhe fjalortin e fjalëve të rralla, si edhe emrat e njerëzve që kanë kontribuar me frazeologjizmat popullore apo anekdotat që ndërlidhen me temën e përmbajtjes së këtij libri, sa të veçantë, por edhe të rrallë dhe me një strukturë të lidhur mirë, me një dizajn të veçantë. Këto janë dy libra brenda një palë kopertinash, të cilat duhet të jenë jo vetëm në çdo bibliotekë, por edhe në çdo familje. Në fund autorës i urojmë shëndet, suksese të mëtejshme në punën që bën, si dhe vepra të reja në fushën e kulturës edhe në kulturës shqiptare. Ju faleminderit. Mbrëmja vazhdoi e në sken mbeti një koqirja që kishte mbledhur gjithë këta njerëz me syre dhe personazhe të njohura nga arti e kultura shqiptare. Nikçi fjalën e ka nisur me ndërimin për profesorin e ndjer Isuf Dedushaj, epidemiologun e parë në Kosovë që vdiq më një shkurt në moshën 73 vjeçare. Në promovim, vepra e tij është nderuar me 1 minutë heshtja. Aktorët e njohur Alta Muçaj, Armand Baloku, Bisli Muçaj, Donik Ahmeti, Lulzim Bucolli dhe Gjejlani Tërbunja interpretuan në dialektin grek të gjitha poezitë e Bekime dhe Mallkime. Për zonat, po kujtoj se t'kam shta, po shdrypi poshtë, po i veti gra, as ma pata të suzezët parë, qatë një parë shimam qatë ka të lejke fashit, ajaj mi e shim! Ai ka jetu në kullë të madhe me 50 rëbë të shpisë. Asë kuar, 50 rëbë. A unë e sëtë 42 vjetë, asë në fmi se ka. Me rritit djallë të cilat e mija, që zonë si Vena, si Rakia, ta shek shirin krejt robnia vret dika pa shkua të shpia. E si që do randi, si qërshia mbitor, vjen dhe intervista e Vlorës, e cila i tha për shtypjet e saj. Në thelb, mallkimet dhe bekimet, po bashkë me to, vinë plot ngjarje,
plot tregime, histori, dodhi të vërteta që kanë ardhur deri te një mallkem i madh ose deri te një bekim i madh. Pra janë ngjarje të mshefta, të cilat nuk i kemi dëgjuar deri më sot. A mendon Vlora se ky butim do të përqafot nga audienca në Kosovë, duke ditur se temat rreth seksit janë akoma tabu? Unë nuk e kam ditur që ka shumë nevojë për këtë libër, derisa profesor doktor Sadri Fetiu ma tha këtë. Po, them të drejtë kur fillova të hulumtoj dhe të mbledh fakte, ngjarje të vërteta dhe interesante, është se vërtet ka pas nevojë. Se në fundit unë jam aktore, dhe si aktore jam edhe ndese, edhe libri është prej prizmit të një aktore. Unë gjithë këto karaktere, personazhe që kam zbuluar, një ditë dëshiroj t'i luaj vetë në skenë. Kështu që në fundit kam ofruar për ne aktorët material. Tjetër është që studiusit të ta marrin për fushën e tyre. Jemi mesë njëri tjetri, se zbashku takime tona koda merda. Kur jemi mesë njëri tjetri. Ky libër, si e thekson ajo, i mori kohë rreth 3 vite, nga se sikur edhe erotika, edhe ky vëllim ka për bazë një mallkim që njerëzit rrallëherë flasin me zë të lartë. Nik që theksoj se këto momente janë unike, po ashtu personale, asa ju dësht goxha kohë u afru me njerëzit për të rrëfyer tregime të veçanta. Për ndryshe këtë libër, mund ta gjeni në të gjitha librarit Kosovë, Shqipëria, Maqedoni.